Ministria e Brendshme dhe Prokuria që nga mëngjesi kanë kontrolluar dokumentacionin në Ministrinë e Ekonomisë për diskotekën Puls nga Koçani, ku gjatë natës ndodhi tragjedia e tmerrshme. Dokumentet zyrtare nga regjistri i Ministrisë së Ekonomisë tregojnë se licenca e fundit ishte dhënë në datë 13 mars 2023 e vlefshme për një vit. Ministri Toshkovski konfirmoi informacione që publikoi televizioni 21 gjatë ditës se diskoteka nuk ka pasur licencë legale për punë, por ka pasur licenca të falsifikuara të marra në 2024-ën, siç tha, me dyshim se i ka marrë në mënyrë të korruptuar. Ka persona të arrestuar nga Ministria e Ekonomisë. Për informacionet se licencat i kanë dhënë për 7.000 euro, Toshkovski u përgjigj. Ministre, spomenavte korupcija, rezultat na korupcije i spomenavte falsifikat licencите koji se daju. Već je nagolemo se špekulira da su nekoliko ljudi što zboruvate na Kočani, neka za ova licenca, za jedno od licencite već dademo 7 milijardi evra kako mi. Da li imate вие saznanja nekakvi za nekakve uplati i na koga? Го кажав на Шумов да го кажем. Да, точни се предпоставките согласно информациите кои што ги имаме досега дека и во овој случај, како и во многу други случаи, имаме мито и корупција. Имаме основи за сомнение дека има мито и корупција и во овој случај. Само сега ќе има име и презиме. Ќе има одговорност. Diskoteka ishte në pronësi private dhe kishte ndëruar pronar me kalimin e viteve. Kompania ekziston nga 20 maj 2020 dhe është themeluar me një investim prej 300.000 denarve, rreth 5.000 euro. Llogaria i është bllokuar tashmë 278 ditë nga një bankë komerciale në vend, ndërsa ka edhe bllokatë të arkëtimit të detyrueshëm nga Drejtoria e Ardhurave Publike. Ka 8 të punësuar, ndërsa viti i fundit 2023 ka pësuar humbje në punë prej 3.000 eurove. Emri i kompanisë me cilën figuron në Drejtorinë e Ardhurave Publike është MMM Cafe Doel Koçan dhe përveç diskotekës kishte edhe kafene. Mësojmë se inspektorët tatimor për herë të fundit këtë lokal e kanë vizituar në dhjetor të vitit të kaluar. Ata kanë identifikuar parregullsi fiskale. I është vënë gjo prej 300 eurove për personin juridik dhe 50 euro për personin përgjegjës për moslëshimin e faturave fiskale. Gjithashtu mësohet se kompania ka borxh prej rreth 230.000 denarve për TVSH-n dhe ka vendim për arkëtim të detyrueshëm nga Drejtoria e Ardhurave Publike.